Një grua u fshe pas një makine të parkuar duke pritur momentin e duhur. Shoferi, duke përpjekur të ishte i kujdesshëm, kontrolloi pasqyrën para se të ecte mbrapa, por përsëri e goditi pa dashje. Ajo bërtiti nga dhimbja dhe kërkoi 500.000 lekë si dëmshpërblim. Burri, që ishte i njohur dhe nuk kishte dëshirë për të lashë, i bëri një transfer bankare. Ajo buzëqeshi e kënaqur me planin e saj. Më vonë pa një grua të moshuar dhe të pasur që kohët e fundit kishte humbur të birin. Ndërsa gruaja e moshuar po kalonte me makinë, nuk e vuri re gruan që po kalonte rrugës dhe u përplas me të. Gruaja tha se kishte dëmtuar qafen dhe do thërriste policinë. Mori 1 milion lekë si kompensim. Një ditë pa një burr me një Ferrari që shkëlqente. Kjo është, mendoi ajo. Tani do të bëhem milionere. U përpoq të futej përpara makinës që po vinte me shpejtësi, por këtë herë makina ishte shumë shpejt dhe gruaja u plagosë rënd. Ndërsa po humbiste ndjenjat, dëgjoi një zë që i tha: "Nuk do të ecësh më kurrë." "Jo, të lutem, më jep edhe një shans tjetër," u lut ajo. "Kthe paratë që mori duke gënjur," u përgjigj zëri. "Nuk mundem, nuk dua të jem përsëri e varfër." "Ashtu qoftë," tha zëri dhe u zhduk. Ajo u zgjuar në spital. Doktori e pa me tërshtim dhe i tha: "Nuk do të mund të ecësh më." Lotët i rrodhen faqe. "Mendova se mora një shans tjetër," përshpëriti ajo. Zëri u kthye dhe i tha: "Nuk e meritove." Morali i tregimit: lakmia dhe gënjeshtrat mund të sjellin përfitime të shpejta, por në fund sjellin dhimbje të përhershme. Je i ndershëm. Suksesi vërtet nuk vjen kurrë në kurrizin e të tjerëve.